që jam, kur t'hin me i bo qëto të bukrat, qëto projekte të mdoja, shpresoj që nuk kanë me mbet qëto gurë të mdhej, barishtet, po ka me u hap krejta. Edhe një problem tjetër që ka, qëre që kanë gjujt, na mundesh me fokusu me kamerë, ka me thonë artë, që ajo që aty është lëkur e kurbanit. Ose nëse e dini si qka është plonci, po i thëmë alla shqiptarë s'kjo plonc. Kanë gjujt plonc në bistric, kanë gjujt gjona cilat nuk e kanë vendin këtu për me u gjujt. Prandaj edhe kur them... Badihova, unë them artë, gjithmonë... Po, Diona? Unë gjithmonë them, po, ndoshta krejt qytetarët ankohen për problemet e të në krejt edhe na kemi ankesa e presim shumë shka me na bo shteti për neve, po nëse na si qytetar nuk kena me indimue, nuk kena me erujt vendin ton, atëhere as shteti bre nuk mundet me jep komplet shpirtin se është problem me na eduku krejtve. Edhe se qka pat aty është marri edhe turp, kush dhe që e ka gjujt aty, se nuk i ka vendin për aty. Ja pra, kjo është festa e kurbanit që po knaqen, po mbeturinat edhe gjanat që ka i lojnë mbrapa për një me po mboj nervoz, edhe bashu bona nervoz. Nuk e di kur kemi me fillu edhe me qit gishtin ka vetja, edhe mi nis me i mendu sendet, njëre me thonë vet, jo mës ta bëj, mës te gjuj, se ka vendin aty, ma mirë mi hypkerit me shku me gjuj të ke fundit, e pagun, bre, e pagun, një taksi, një kamion, qa do kofte dhe i gjuni mbeturinat, i gjuni gjanat ku e kanë vendin e jo në për rrugt e qyteteve. Po, Diona pajtohem me ty, sepse nuk kemi as më shumë kohë në dispozicion, besoj po më dëgjën, Diona, dhe duat